Drejtori po kontrollonte qelit kur aksidentalisht hodhi presën e thonjve në njërin prej tyre. Ai hapi derën e qelis për ta marrë, por papritur gjeti një portret që i burgosuria kishte vizatuar. Drejtori krenar ndjeu se digniteti i tij ishte shkelur dhe menjëherë ja anuloi të burgosurit privilegjin e pikturës, gjë që e bëri të burgosurin të humbiste besimin e tij të vetëm. Të nesërmen në punë, ai apreu me dëshpërim gishtin e tij që e përdorte për të pikturuar. Ky është burgu i ishullit mizor të djallit, makthi i të gjithë të burgosurve. Jo vetëm që burgos trupat e tyre, por edhe shkatëron shpirtrat e tyre. Megjithatë, kishte një përjashtim dhe ky ishte Franku, mjeshtri i Aratisjes. Ditën e parë që erdhi këtu, drejtori i burgut i tregoi Frankut rregullat e burgut. Ai e paralajmëroi Frankun të mos mendonte për Aratisje, sepse askush nuk kishte pasur sukses. Pak a shumë e dinte ai që Franku nuk dëgjoi fare, por në vend të kësaj mendoi se si ta vidhte presën e thonjve nga tavolina e drejtorit kur doli nga zyra pasi dëgjoi leksionin. Drejtori ishte ende i zhytur në elokvencën e tij dhe nuk buri re se një nga preset e thonjve mungonte, as nuk i kushtoi vëmendja asaj që do të thoshte që dosja e Frankut ishte shënuar me një iqë superior dhe ky iqë superior, Franku, u kthye në qelinë e tij dhe filloi të planifikonte Aratisjen e tij. Megjithatë, ky nuk ishte një burg i zakonshëm, sepse i gjithë burgu ishte ndërtuar në një ishull të vogël të rrethuar nga deti nga të gjitha anët. Toka më e afërt ishte gjithashtu disa kilometra larg dhe uji i detit ishte i ftohtë dhe i ashpër. Edhe nëse ishte një sportist, ai mund të mos ishte në gjendje të notonte i gjallë. Sistemi i paralajmërimit të hershëm në ishull ishte më profesional dhe me përvojë. Ata praktikonin të shtënat çdo ditë me shënjestra lëvizse, në mënyrë që të vrisnin të burgosurit që aratiseshin me një të shtën. Megjithatë, çdo burg në sytë e Frankut kishte të meta. Ai rastësisht gjeti një buburrec që po zvaritej në kanalin e ventilimit, gjë që i dha shumë frymëzim. Ai shikoi murin pranvrimës së ventilimit dhe për shkak të erozionit afatgjat të erës së lagësh të detit, nuk ishte aq i fortë sa dukej. Franku nxori presën e thonjve dhe siç e priste, pa murin duke u gërmuar cop prej tij. Franku e dinte se plani i tij i Aratisjes ishte i realizueshëm. Por për të përfunduar Aratisjen dhe për të shpëtuar ndjekjes së rojeve, ai nuk mund ta bënte dot i vetëm. Kështu që ai u tregoi planin e tij disa shokëve të tjerë që donin të Aratiseshin. Mendimin e shokëve të tij, Franku hapi një grop çdo natë. Megjithatë, presja e shkurtër e thonjve ishte shumë e vështirë për t'u përdorur, gjë që ndikoi shumë në përparimin e Aratisjes. Për të zgjidhur këtë problem, Franku vendosi të bënte vetë një armë të dobishme Aratisjeje. Me popularitetin e tij të mirë, Franku mori një